moralitet, tu nuk pajtohem. Ato bashkohen meritën, kanë ato 30 të reja që dalin, plasin, edhe pse të pa përgatitur, edhe pse pa një program, edhe pse pa një lider që ja qanë hallin në për studiet televizive. Rëndësi ka që dalin, po ftyen frikën, po nxjerrin të vërtetën shesh, po detyrojnë qeverinë të thotë të ato që ka fshehur. Ka një këshill filozofike, vërtet bukur që kam thonë aty, nuk ka gjë më të dukshme në këtë botë se sa gjërat që fshihen. Qartë. Tu ka shumë gjëra që fshihen dhe këto gjëra po duken dhe këto gjëra po e ndezin protestën. Për çfarë bëhet fjalë zoti Dika? Çfarë doni të thoni me këtë? Në luhatjen time, në intuitën time, bëhet fjalë që po vjen një fuqi ekonomike që as nuk do harxoj kohë me këtë punë, po ajo do t'ja shesi një fuqi tjetër, siç e tha dhe vetë Rama, jo nga Dubai, nga Emiratet Arabe, për të bërë këta ligjverish, më mirë bëjmë vetë. Ta kuptojnë shqiptarët, investim i huaj serios është vetëm atëherë kur qeveria shqiptare në transparencë të plot publike bën diskutime, sepse kemi të bëjmë me një çështje mjaft sensitive. Bën diskutime publike për një projekt të madh me transparencë publike. Dhe këtë projekt e hedh në asfalt. Morin pjesë shumë firma financiare të mëdha në botë. Bota nuk e ka qendrën me vajzën e Trumpit. Nuk fillon dhe nuk mbaron ke shoqëria financiare e dhëndrit Trumpit. Ka shumë qendra financiare në përbot. Bën një tendër të hapur dhe bujrën le ta mirëpresim. Atëherë do të rrafim durët gjithë e do i themi bravo Edi Ramës që u tregove kaq largpamës dhe kaq i dobishëm për jetën e shqiptarëve, për përparimin, progresin e gjithë kombit shqiptar. Po jo në këtë lloj mënyre. Pra paskenët sjellin gjithmonë dëm. E qartë. Zoti Dika, por nëse nesër qeveria do të publikonte të gjithë dokumentacionin, studimet, por edhe projektin e plot, pra se i përket Zvërnecit, do ta ndryshonte kjo të gjithë të qëndrim tuajin? Shiko, kur themi transparencë do të publikonte, qytetarë shqiptarë duhet të di çfarë detyrimesh ka kjo kompani financiare, pasi ta ketë ndërtuar këtë resort, çfarë aksesi do kenë shqiptarët për të hyrë në këtë resort dhe çfarë dobi ekonomike do ketë buxheti i shtetit shqiptar çdo muaj për ta tatuar këtë resort, sepse ne kemi një eksperiencë negative. Ne kemi firmën e naftës që nuk lejon financat e shtetit të hyjë ta kontrollojnë, nuk paguon detyrimet e shtetit, nuk pranon të dalin gjyq na morin pjesë dhe ambasadorët, mos i gjykoni këto çështje. Ne, populli shqiptar është djeg me këto lloj marrëveshjesh. Edi Rama thot që është fuqia e popullit, por Edi Rama i futi drejt me melonin, pa ditë asgjë popullit dhe i fal gjatrin e Lezhës. Edhe kjo është një çështje e madhe për të analizuar. Nuk është të vinë karabinierët italian edhe thonë dal qytetarit shqiptar në territorin e vet. Nuk është gjë e mirë. Zoti Dika, mendoni se problemi është mënyra se si po e menaxhon qeveria shqiptare të gjithë këtë proces, apo problemi nga ana tjetër është vetë investitori Kushner? Shiko, investitori Kushner ka gjetë shesh, ka bo për shesh. Nuk na ka asnjë borxh. Borxhin na ka qeveria jonë, që del aty dhe thotë unë kam votat e shqiptarëve, që unë në një postim tashëm do t'ja postoj se kush janë votat e shqiptarëve, se ka dalë imigranti Greqia me një kosh plenësh 2 kuntal vota, mrena thot ati hull ke plenët, apo t'i japi Edi Ramës. I ka votat të vjedhura Edi Rama. Nuk do të ketë forcë morale ta thotë dhe fjalë, do të vitë turp. Është aty me votat e krimit, me votat të vjedhura. Një fije moralitet nuk e përmend më atë fjalë që kanë votat e qytetarëve shqiptar. Qytetarët shqiptarë janë që dalin shesh. Edhe unë qytetar shqiptar jam, edhe ju qytetar shqiptar jeni. Ka mjaft gazetarë ndërum që e përkthejnë të vërtetën çdo natë nëpër studi. Pa ka 100 herë më shumë nga ato që i shërbejnë regjimet dhe emulojnë të vërtetën. Kush është rreziku më i madh sipas jush zoti Dika, pra humbje e investimi miliardësh apo humbje e besimit të qytetarëve tek mënyra se si po merren tashmë vendimet publike? Domi më i madh është se si po merren vendimet publike dhe gjithë Shqipëria po rrugulliset të një të panjohure. Kurse ato miliardet që humbim në këtë rast i rikuperojnë 10 herë më të sigurt apo të bëjnë një tendër të hapur publik ndërkombëtar. Ka mjaft firma të interesuara që vinë.
Nga ana tjetër, Zodika, ju akuzoni deri diku edhe mediat pranë qeverisë se po drejtimojnë protestën, mendoni se po zhvillohet ndoshta një betejë propagandistike për të kontrolluar të gjithë këtë narrativ? Ju dini më mirë nga ju, zonjë Griselda, se merrni jeni operatore medjes. Mediat janë një pushtet në vete. 4 pushtete qeverisin një popull. Pushteti drejtësisë, pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti medjes. 4 kolona ma një shtet në kom. Ju jeni një ndër ato 4 kolona. Qartë. Se pash më falni ta boj dhe këtë sqarim, pash një deklarim të zotit Teziu, si ekspert i vjetë e kësaj fushë, që dalë në mbrojtje të vetës vetë të thonë dhe mos ta kërkoni në evaluari, se ju e keni votuar. Është e vërtet që se ka votuar vetëm ai, edhe thonë unë se kam votuar asnjëherë. Kontributi që ka dhënë Teziu regjimit në fuqi është sa 100.000 vota marrë së bashku. Edhe vota ti e marrë veç nuk ka asnjë lloj vlere. Sepse e kam pa 100 herë në për Soleta, Gradiqelësh, të thonë sa bukur duket Tirana. Të është të redatosh, të tërkosh ndryshkun e këtij regjimi. Por them, Bledi Fiziu është një ushtri si Bledi Fiziu në Shqipëri që po në 9 ditë për të zbukuruar Tiranën. Dhe asnjë nuk e nxjerr ato 2 pallatët që ja kanë marrë frymën, kishte se të mbellë në qendër të Tiranës, në këto medet kalibrit Fiziut. Asnjë nuk e nxjerr. Kjo është hipokrizia që përdorin këto gazetarë. Qartë. Mirë, Zodika, nga ana tjetër, për t'ju rikthyer sërish protestës në Zvërnes, si e shpjegoni edhe faktin nga ana tjetër që një qytetar u dënua dhe u tërhoi zvarr pra nga persona privat, ndërkohë që vetë forcat e policisë ishin në terren. Kemi edhe pamjet ndërkohë që na shoqërojnë. Këto janë pasojë, nuk janë shkaku. Kur përplaten fuqit pa dukshme pushtetësh, ne shohim vetëm konsekuencat. Kjo ishte konsekuencë e fuqive të pushtetet pa dukshme. Sepse policia e shtetit nuk është kaq e paaftë. Ku i don qefi mes Tiranës e të rejtë zvarë protestuesit. Por aty e di që kishte të bënte me njerëzit e pushtetit. Ato që ishin mërën dhe të ishin njerëzit zvarë, ishin njerëzit e pushtetit dhe kishte frikë dhe policia vetë me i prek. Se heq nga puna ai një polic. Aq pushtet kanë të lloj njerëzish që mbrojnë interesat e regjimit. Pra mendoni se në këtë situatë është kaluar të quajë një vije kuqe ku punonjës privat marrin përsipër funksionet që i përkasin vetëm shtetit? Do ishte gjysmë e keqe të ishte shkel një vije kuqe, po Shqipërinë shkilen për ditë shumë vije kuqe. Që do të thotë zoti Dika? Që do të thotë zoti Dika? Që do të thotë është momenti dur që sot çdo shqiptar, çdo i ri, çdo i re, çdo pensionist që akohet gjithë ditën nëpër klube, çdo gazetar, çdo artist, çdo figurë publike duhet të bashkohen bashkë, duhet ta shemim këtë stagnacion politik që ka bërthy Shqipërinë. Edhe ardhmja duhet të jetë, duhet ndërtojmë një qeveri teknike me figura me duart pastra. Njerëz që flasin bukur ka shumë Shqipëria. Njerëz me lukë të kushtueshëm ka shumë Shqipëria. Njerëz me moral të pastër ka shumë pak Shqipëria. Ti kërkojmë në fund të botës dhe ta qeverisim 6-7 muaj, dasha të krijojmë një atmosferë të pastër, të krijojmë zgjedhje, pastaj të vendosim popullin shqiptar se kush duhet ta udhëheqë Shqipërinë. Jo klanet e patronazhistave. Qartë. Kjo është zgjedhja vetme për Shqipërinë. Qeveria teknike dhe angazhimi i gjithë botës shqiptare brenda dhe jashtë ku është të ndërtojmë një qeveri teknike me duart pastra, të mendojmë për të familjarë që s'ka punë mojt, mendojmë për të pensionistin, mendojmë për të një dergjë në dyrët e sanitariumit pa ilaçe, atë që rrit 8 vjet në zyrët e drejtësisë pa marrë zgjidhje, ka shumë probleme në Shqipëri, nuk është vetëm Zvërneci. Ishte manja e zbergut Zvërneci, manja. E qartë, zoti Dika, për të kthyer medaljen nga krau tjetër, nëse një grup qytetarësh do të ushtronin të njëjtën dhunë ndaj punonjësve të një kompanie private, mendoni se reagimi i policisë do të ishte aq i vonuar sa në rastin e këtyre pamjeve? Nacionalisht, policia do ishte shumë agresive me ato qytetarë që do dhuronin hotelet me gjema, siç ka qenë gjithmonë. Por prap nuk është fajke policia dhe relativizojmë shumë çështën, po e humbën kohën më marrë me të punë. Policia është kthyer në vegël, po përdoret shëmtur. Mund të kemi edhe ne vllajën ton, njerëzit ton, miq ton polici. Nuk kanë ato as nivel, as mundësi, as forcë, as pushtet ta zgjidhin këtë problem. Ato çka edhe të shkojnë punë me marrë të rrogë, bëjnë atë gjithë thonë.
Nuk do të merre me policinë. Problemi ka u kapet për brinë shtot populli, nuk kapet për bishti. Kush mendoni se e dha urdhrin Zodika për përdorimin e këtyre mjeteve dhe mendoni se ka një zinxhir të qartë përgjegjësie për të gjithë atë që ndodhi atë ditë në Zvërnec? Po urdhri kuptohet më zonjë, aty të marrësh tender me bëhet të punime pranë atyre njerëzve që bëhet fjalë, do të jesh me lidhje të forta në qeveri, do të jesh ke njerëzit më të besuar qeverisë. Ato pse i vun telet me gjema, që njerëzit mos filmojnë, që njerëzit mos bojnë. Ti majnë sa më larg, ato nuk i duan transparencën, duan konspiracionin. E qartë, por nga ana tjetër, mendoni se institucionet tashmë kanë dështuar të krijojnë transparencë dhe dialog me komunitetin duke çuar situatën në këtë përplasje fizike, pasi në thelb të konfliktit qëndron kundërshtimi i qytetarëve ndaj ndërtimit të resortit në një zonë me status të mbrojtur. Po çfarë institucionesh po flasim me zonë që i emëron ama vetë? Çfarë do presim ne ka dash sule, që herë kërcesi gjet para kryeministrisë të Shajt Ramën, i herë tjetër bëhet si pul të lavdur Ramën. Ky është integriteti, pasaporte morale e figurës që ka zgjedhur Rama në atë qeveri. E vetme shpresë që unë mbaj, e kam thonë vazhdimisht, është Spaku. Pse? Sepse Spaku ka mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ndërkombëtarët kanë tjetër optikë. Unë jam një shqiptar si gjithë tjerë, po duke pasur 30 vjet në Evropë kam ndryshuar mentalitet. Gjithë shqiptarët që jetojnë në shtetit kanë ndryshuar mentalitet. Ja din shihen lirisë, ja din se çdo të thonë dimensioni të drejtave qytetare, që drejta ka njeriu. Shqipëri njeriu është numër. Këtu njeriu është vlerë, është figurë, është institucion në Perëndim. Mbrohet me gjitha llojet e ligjeve. Shqipëria është një numër, mund ta shtyri një polic, mund ta thyejë një punonjës zyre, mund ta përcjellë kujdetet shefi, mund ta hallë gjithkush me të. Është një ndryshim i madh, Prandaj unë bëj thirrje vazhdimisht ta mbështesim të protestë. Është rasti vetëm dhe i artë ku Shqipëria mund të ndryshojë. Bëj thirrje me shpirt pastër, vërtet.